si qiet jemi shumë të gëzuar, jemi të lumtur, mezi e kemi pritur këtë ditë, me qenë se është edhe të themi nata e fundit ku do të jemi bashkë, ku do të festojmë bashkë, edhe shpresom të kalojmë mirë. Mira, mund të më thoni me çfarë suksesi keni mbaruar vitin shkollor? Vitin shkollor e kam mbaruar me sukses të shkëlqyeshëm. Ku mendoni që të vazhdoni në të ardhmen tash? Tani për tani mendoj që të vazhdoj në shkollën e mesme të Kërçovës. Faleminderit dhe juve. Ne sonte ndjehemi shumë të gëzuar, sepse kemi mbaruar vitin shkollor, ndjehemi shumë të lumtur se kemi bërri të jemi si maturantë të vazhdojmë në gjimnaz. Mirë, a mund të më thoni me çfarë suksesi e keni mbaruar jo vitin shkollor, si ne? Vitin shkollor e kam kaluar me sukses të shkëlqyeshëm. Ku mendon që të vazhdosh? Të vazhdojmë në gjimnaz. Këtu në Kërçovë, po? Po. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve. Unë sonte në këtë atmosferë të mrekullueshme ndjehem shumë i gëzuar sepse kalojmë momentet e fundit të 8 veçarës të themi të shemi maturës dhe jam shumë i gëzuar. A mund të thoni me çfarë suksesi keni mbaruar ju si? Unë gjatë gjithë kohës kam qenë me i shkëlqyeshëm. Sukses shkëlqyeshëm. Ku mendon që të vazhdosh tash të ardhmen? Nuk kam vendosur ende, por mendoj që të vazhdoj në gjimnazin tonë. A keni ndonjë drejtim? Do të jeni në medicinë apo në drejtim tjetër? Drejtim natyror, matematiko-natyror. Së pari të gjithë nxënësve u auroj natën festive se mi maturën. Ne sonte ndjehemi shumë lumtur. Mirë, a mund të thoni me çfarë suksesi ju e keni kryer vitin shkollor? Vitin shkollor e kam kryer me sukses të shkëlqyeshëm. Mirë, ku mendon që të vazhdosh? Këtu në Kërçovë në shkollën e mesme, në drejtimin e mjekësisë. Mirë, a do të përshëndesni dikant? Po i përshëndes të gjithë dhe të gjithë nxënësve në mbar botën u auroj këtë festë kaq madhështore. Sonte ndjem shumë i lumtur që jemi këtu bashkërisht që festojmë të gjithë shkollat. Mund të thoni me çfarë suksesi keni kryer këtë shkollë? Me sukses i shkëlqyeshëm. Ku mendoni që të vazhdoni? Mendoj të vazhdoj në shkollën e mesme këtu në Kërçovë, Mirko Milevski. Ne sonte në festën maturantës gjemi shumë të lumtur dhe i përshëndes të gjitha. Zot Ramis, a mund të thoni fillimisht si ndjeni ju sot këtu në restorantin Anabella në mesin e këtyre nxënësve? Sa përket se si ndihem unë, zisi ta shpreh. Ndihem mjaft i emocionuar, sidomos mund të theksoj lirisht se me qenë se neve në shkollën tonë Milto Gura fshatit Stejës, gravitojnë edhe 2 shkollat e veçare periferike, fshatit Serviz dhe Shutov, asnjëherë nuk ka ndodhur që të 3 shkollat të kenë 3 gjenata të mira. Që një lloj si nga suksesi, disiplina, rregullshmëria dhe kjo më emocionon mjaft dhe që s'kam fjalë si ta shpreh. Mira, mund të thoni si ka qenë organizimi? Organizimi mas tepërmi ka rreth nga arsimtarët, profesorët e klasave. Jemi kyç në organizim të tjerë arsimtarë, sidomos edhe unë si drejtor, dhe organizimi mund ta shohë vetë opinionin se si duket para kamerave. Mund të thoni sa se një maturant keni në Simet? Ne në Simet i kemi gjithësit 67 me maturant. Nga këto 67 mund të them lirisht se 32 janë të shkëlqyeshëm.